Orkestra e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus po përfaqëson Kosovën në një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore ndërkombëtare, International Festival Competition Spring Symphonies në Spanjë, ku do të marrë pjesë në konkurrencë me 10 orkestra nga vende të ndryshme të botës, përfshirë Holandën, Turqinë, Slovakinë dhe shumë vende të tjera. Kështu që në lidhje me këtë përfaqësim dhe këtë sukses padyshim të orkestrës, kemi në lidhje të drejtë për drejtë Hana Petrovci, drejtoreshën e orkestrës dhe VB Shushullin, dirigentin. Përshëndetje, faleminderit shumë që gjetët kohë të jeni pjesë e pasdites tonë sot nga atje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve për kohën. Siç e thash, pra një ngjarje e rëndësishme në cilën Amadeus gjen veten, na tregoni pak për rëndësinë e kësaj gare. Po vetëm pjesëmarrja në këtë festival flet shumë për mundësinë e jashtëzakonshme që këta nxënës e kanë fitu përmes punës që po e bëjnë. Pjesëmarrja këtu është shumë e rëndësishme për arsyeën se normalisht dihet që këta fëmijë tashmë po i prekin majat e suksesit duke u eksplodu në ambiente të ndryshme, në skena të ndryshme, si dhe në skena ndërkombëtare para një jurie dhe audiencë ndërkombëtare. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme dhe edhe për faktin që këta nxënës kaq të rinë në moshë po e përfaqësojnë Kosovën në arena ndërkombëtare. VB, do doja të flisnim pak për programin që keni përgjedhur me cilin do të prezantoheni në këtë festival garues. Është program në cilin keni përgjedhur vepra nga kompozitorët më të mëdhenj, siç është Beethoveni dhe të tjerët. Pse kjo përgjedhje, çfarë doni të komunikoni përmes kësaj përgjedhje? Programi që kemi përgjedhur është një program që kemi punuar shumë detajisht që disa muaj. Ka qenë program që kemi ka kërkesa dhe është program që na përfaqëson denjësisht. Sinqerisht të them, është një program që mendoj se përveç se duhet të analizohet mirë nga çdo juri, unë mendoj që kudo që do të prezantoheshin dhe çfarë do konkurrencë që do kishim, kish me qenë një program që është shumë konkurrues dhe padyshim edhe po besojmë që do të na sjellë suksesin. Programi që kemi përzgjedhur është një program që kështu kulmon me veprën e kompozitorit Beethoven, Uvertura Egmont. Përveç tyre kemi Palladium nga Karl Jenkins, kemi Simfoni Haydn, kemi vepra si Amparito Roca që është një marsh spanjoll, shumë i njohur, e kemi përzgjedhur me qëllim përderisa jemi në Spanjë, vepra nga Offenbach, Can e kështu me radhë. Dhe padyshim se nuk duhet të harrojmë sekret që kemi edhe vepra nga kompozitorë shqiptar. Malsoren përsëri kemi përzgjedhur ta interpretojmë, sepse mendojmë që është një përfaqësim shumë i denjë i kulturës tonë kombëtare dhe si e tillë meriton të luhet edhe në Spanjë. Si kanë shkuar përgatitjet Hana deri tani për të marrë pjesë në këtë kompeticion të kësaj natyre? Përgatitjet kanë qenë të gjata, jo të lehta dhe shumë komplekse. Mirë po, ne tashmë po punojmë shumë për që një kohë të gjatë, po përgatitemi, ka muaj të tërë që jemi duke u përgatit. Normalisht që nuk është e lehtë, është ka mjaft kërkesa edhe festivali dhe gjithë përgatitjet, ka shumë detale logjistike, detale organizative, të cilat janë me të vërtetë marrin shumë kohë dhe energji. Mirë po, entuziazmi i fëmijëve, gëzimi dhe dëshira e tyre që të tregojnë punën e tyre tashmë edhe jashtë Kosovës është ajo që na shtyn përpara dhe ajo që na motivon çdo ditë, sepse ata janë me të vërtetë fëmijë shumë talentuar dhe janë shumë punëtor dhe për këtë arsye të gjitha elementet bashkë, edhe talenti i tyre, dëshira, edhe puna jonë, vullneti, kështu është bërë bashkë dhe kemi arrit suksesshëm që të vijmë deri këtu. Dhe po shpresojmë që edhe të prezantojnë denjësisht ashtu të tregojnë saktë se çfarë kanë punu deri tash. Për sa i përket përgatitjeve VB, ka pasur momente sfiduese, ndoshta pikërisht prej përzgjedhjes së programit, sa prej pjesëve të programit kanë qenë të luajtura më herët, sa të tjera janë risi për fëmijët pjesë e orkestrit?
Programi ka qenë sfidues, përgatitjet kanë qenë goxha intensive. Ne kemi shumë instrumentistë që nuk janë nga Prishtina dhe si rrjedhoi masandej edhe grumbullimi, kështu po e quaj, i komplet orkestrës është sfidë në vete. Do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që kemi në forma të ndryshme, vikendet sidomos që të punojmë, kemi mbledh vikendeve, ditë të shtunë, të diel, që të arrijmë të koordinohemi dhe të kemi prova efektive. Sinqerisht është bërë punë e madhe edhe në aspektin organizativ, nga hana edhe masandej edhe gjatë prova nga jemi mundu nga gjithë të nxjerrim të arrijmë atë maksimumin nga secili instrumentist. Ka qenë një punë e lodhshme, mirë po kur po arrihet një tingëllim i mirë, kur po arrihet të konkretizohen gjanat dhe përgatitjet po shkojnë mirë, atëherë lodhja harrohet. Veprat kanë qenë kryesisht veprat që ne kemi punu kështu gradualisht, kemi filluar nga muaji shtator i vitit 2025, kemi punu vepra komplet program 3, siç është vepra Egmont, Kan, masandej kemi punu veprat Amparit Roka e kështu me radhë. Dhe normalisht po flasim për një gjenerat, për një grup mosh që nuk mund të mendohet të luajmë program të ri brenda një muaji ose 2 muajve, sepse krahas provave në orkestër, krahas angazhimit në orkestër, këta fëmijë kanë edhe angazhime të tjera që detyrimisht duhet të fokusohen në gjëra të tjera shkollore që i kanë. Prandaj programi jonë daton, kështu po e them, përzgjedhja e programit tonë daton nga shtatori, është luajtur në dhjetor, koncertin gala të dhjetorit që kemi mbajtur, dhe ta që jemi në muajin mars që po paraqitemi me të njëjtin program këtu në Spanjë. Dhe masandej korrekt në Çeki të shohim, besoj që do të ketë rëndësi sa i përket programit. Mirë shumë. Ndërkohë nga paraqitja dhe suksesi që keni pasur në garën në Vjenë, sa janë rritur pritshmëritë edhe përgjegjësia e orkestrit Amadeus, i cili duhet thënë që zhuare më shumë po bëhet i njohur në të tilla kompeticione të muzikës klasike në botë. Janë rrit pritshmëritë jo vetëm prej nesh, po janë rrit edhe ambicjet e nxënësve. Dhe kjo është e mira në fakt, rritja e ambicjeve dhe pritshmëritë e tyre fillimisht, si nxënës, që të jenë, që tashmë të dalin edhe më mirë, jo pse nuk kanë dalë mirë në Vjenë, përkundrazi, mirë po tash po presin që të dalin edhe më mirë. Dhe kjo është me të vërtetë diçka shumë e jashtëzakonshme, për shkak se jo vetëm që tashmë ata kanë vetë besim më shumë, por edhe po punojnë më shumë që të dalin edhe më mirë. Pritshmëritë janë rrit, por edhe përgjegjësia është rrit, është shumë e vërtetë. Mirë po krahas asaj puna po shkon në të njëjtin nivel. Domethënë edhe pritshmëritë, edhe puna, edhe përgatitjet, gjithçka është në rritje e sipër, prandaj po shpresoj që fëmijët t'ja dalin me sukses. Edhe tek formacioni orkestral, edhe tek formacioni orkestral kemi shtu instrumente, një grup të madh instrumente që na janë bashku, dhe pothuajse jemi kështu formacion simfonik, por normalisht do ta pastrojmë ende në vazhdim me instrumentistë të rinj. Po nëse flasim për nivelin e orkestrave të tjera ndërkombëtare me cilat jeni në garë, a ka dallim të madh me orkestrin e juaj, apo jemi në hapa të sigurt duke i arritur ato vende që ndoshta le të them kanë më shumë traditë në muzikë klasike se sa që ka vendi ynë? Me thënë drejtën, ne i dim disa orkestra që do të garojnë të njëjtën ditë me ne. Ata janë, në sa i përket moshës, janë njësoj me orkestrantët e orkestrës Amadeus, ndërsa sa i përket traditës dhe punës që ata kanë bërë më parë, atë nuk kemi shumë informacion, sepse do të marrin pjesë vjetra orkestra dhe grupe të tjera që vinë, se festivali zgjat një javë, kështu që nuk jemi në dieni shumë kush sakt prej orkestrave është këtu, por i dim shtetet që do të marrin pjesë. Mirë po, ne jemi të përgatitur dhe po shpresojmë që do të dalin mirë nxënësit.
Mund të më thuar si është puna me këta fëmijë, duke ma parasysh edhe ato që ka tha Hana, tashmë po rritet çdo herë më shumë edhe ambicia e tyre për të përfaqësuar Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme, sa po është motivuese edhe për ty që t'japësh maksimumin brenda orkestrit? Unë të bëjmë krahasim me fillimet e krejt organizimit, po flas para përfryse 3 vite, dhe nëse bëjmë krahasim me tash, do më thonë puna në fillim ka qenë shumë e lodhshme, sepse fëmijët kanë qenë pa përvojë në kuptimin e interpretimit në grup kaq të madh, ndërsa sot ne kemi nxënës orkestran që sinqerisht kanë kriju një përvojë të jashtëzakonshme. Dhe kjo përvojë e kombinjen e plotë dhe padyshim që do t'i shërbej shumitarën e tyre, vazhduan ose nuk vazhduan të jenë instrumentist profesionist. Këta fëmijë, këta orkestran të ri, interpretojnë vepra që janë të arrira, vepra që janë tejet serioze dhe tejet kërkuese, dhe janë gatshëm të luajnë edhe në nivele të tjera. Shumë sinqerisht po them, janë gatshëm të interpretojnë në nivele edhe më të larta, po flas kuptimin e orkestrave profesionale, dhe padyshim tash çdo herë po vjen puna duke qenë edhe më relaksuese dhe duke na ofruar një farë kënaqësie, kështu profesionale po e quaj, sepse përderisa në fillim ka qenë problem puna e akordimit, e leximit i parteve, sot këta nxënës, këta orkestrant, një pjesë të madhe të punës e bëjnë vetë, deshifrojnë notat në aspektin intonativ, ritmik e kështu me radhë, dhe mas andaj mundemi me u fokusu ma tepër në aspektin e karakterit veprës, muzikimit përbashkët e gjëra të tjera që po i quajmë pak ma të avancuara se sa vetë pjesa e parë e njoftimit me veprën. Kështu që po, është një punë që çdo herë po përshkallëzohet kuptimin e mirë fjalës, çdo herë po mundem me kërku ma tepër për orkestrantëve, dhe krejt kjo po ndikon pasandej edhe në tingëllimin edhe në mundësinë e zgjedhjes së programit. Kështu që çdo herë më mirë. Vërtet. Ndërkaq që Hana, sa janë të rëndësishme paraqitjet dhe le them sfidat në të tilla gara të këtij niveli konkurrues për artistët e rinj, jo vetëm në aspektin artistik për ta, por edhe në zhvillimin e tyre personal? Po, sigurisht që janë shumë të rëndësishme. Fillimisht ashtu që e përmenda edhe pak më parë, është të rëndësishme janë vetëm për faktin që mi po motivohen të punojnë tutje. Janë shumë të motivuar që të punojnë, edhe që të avansohen, edhe të arrihen profesionalisht. Për vetë faktin që për një instrumentist është shumë e rëndësishme që instrumentistët e ri të mësohen dhe të krijojnë përvojë të luajnë edhe në grup kaq masiv siç është kjo orkestër momentalisht, sepse muzikimi i përbashkët i zhvillon, i avancon dhe ju ndihmon shumë në këtë profesion. Prandaj është shumë e rëndësishme që fillimisht të muzikojnë bashkë, ndërsa këto pjesëmarrje, këta fëmijë i kanë motivuar shumë që të vazhdojnë tutje, dhe po e shohim që ata kur po kemi mundësi të pjesëmarrjeve kështu jashtë Kosovës, ata janë shumë të interesuar vetëm të garojnë, sepse garimi po i motivon tutje dhe po i mobilizon disi që të ushtrojnë dhe të dalin sa më mirë. Kështu që koncertet i kanë të rëndësishme, mirë po aspekti garues po i motivon shumë. Prandaj sidomos normalisht kur po garojnë dhe po e përfaqësojnë vendin e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo, dhe përveç me rëndësi po tregon shumë rezultat, shumë sukses. Vërtet. Ndërkaq, cilat janë pritshmëritë nga paraqitja e orkestrit në këtë garë? Cilat janë pritshmëritë? Unë refuzoj të flas këtu para se të shpallet verdikti përfundimtar, mirë po pritshmëritë janë çdo herë të larta, por patyshim duhet presim momentin final, të shohim ato ndikojnë rrethonat politike apo jo. Shpresoj që të vlerësojnë drejt, dhe po besoj nëse vlerësimi do të jetë i drejtë, atëherë edhe do të ndohemi të kënaqur.
Jemi dëshmitar që muzika dhe sporti e arti në përgjithësi ka arritur dhe aty ku politika i ka pasur ndoshta muret e larta dhe jam i sigurt që dhe shpresoj shumë që ky të jetë edhe rasti i orkestrit edhe paraqitjes në këtë garë në Spanjë. Po sa i përket mbështetjes institucionale, çfarë mund na thoni, jeni të kënaqur duke marrë parasysh që të gjitha këto paraqitje janë edhe me kosto të shtesë edhe për familjet e këtyre fëmijëve, po besoj. Sigurisht. Në fakt ne jemi jashtëzakonisht kënaqur me përkrahjen institucionale. Edhe vitin e kaluar kur kemi qenë në Vjenë, por edhe këtë vit qeveria e Kosovës ka marrë përsipër të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes në këtë festival, duke përfshirë të gjitha edhe udhëtimin edhe akomodimin edhe pjesëmarrjen në këtë festival. Kështu që jemi jashtëzakonisht të kënaqur dhe e vlerësojmë shumë këtë përkrahje dhe u jemi shumë mirënjohës sepse kjo ka qenë jo vetëm një lehtësim, mirë po një motivim, një shtytje shtesë dhe një përkrahje shumë e madhe që ne të vazhdojmë tutje të punojmë me këta fëmijë kështu siç kemi filluar, kjo përkrahje nuk na ka lënë fare që të na bjerë motivimi, sepse është një punë e jashtëzakonshme mbrapa e gjithë organizimit dhe të sfidohesh edhe me pjesën financiare është sinqerisht shumë e vështirë dhe shumë demotivuese. Prandaj ndihma nga shteti na ka ardhur edhe në kohën e duhur edhe për Vjenë, kur kemi qenë vitin e kaluar, por edhe tash. Nuk dua asnjëherë normalisht ti anashkaloj edhe disa organizata biznesore që na kanë ndihmu dhe na kanë qenë pranë gjatë krejt këtij rrugtimi, mirë po qeveria e Kosovës sinqerisht na ka ndihmu dhe na ka përkrahur shumë, jo vetëm për Vjenë, për Spanjë dhe gjithashtu edhe për Çeki që pritet të marrin pjesë në korrek të këtij viti. Prandaj jemi shumë mirënjohës dhe shumë falënderues sepse është një ndihmë dhe shtytje për punë përpara. Gëzohem shumë. Dhe për fund, cila është agenda? Ju tha që është një festival që zgjahet disa ditë, një javë apo jo, kështu që cila është agenda gjatë këtyre ditëve? Sot ka qarkulluar një video në cilën është parë orkestra teksa interpretonte në rruga të njërën prej pelave të muzikës tonë klasike, kështu që besoj që të tjera do të kemi mundësi që të shohim edhe në vazhdim. Ka qenë nisma e festivalit, çdo herë këta kanë një farë tradite që nisin këtu me koncerte që mbohen në shesh për komplet këtu kurdo që dëshiron të shoh. Nesër kemi ditën ngaruese, po quaj dita kryesore, gjatë gjithë ditës do të ketë orkestra që do të performojnë në kohë të ndara. Ndërsa ditën e diel është momenti kur ne marrim vesh verdiktin final të jurisë të festivalit. Dhe normalisht ata bëjnë një selektim të orkestrave që do të përzidhen për të luajtur në gala koncerti që mbohet po të njëjtën ditë. Varësisht nga performanca jonë që do ta kemi ditën e nesërm, do të jemi ose nuk do të jemi pjesë e gala koncertit, do të presim ta marrim vesh dhe të dielën merren vesh fituesit, mbohet gala koncerti dhe kështu me radhë. Mua po mbetet me ju dëshiru shumë suksese dhe uroj shumë që të dielën të kemi mundësi të dëgjojmë për triumfin e orkestrit. Ju falenderoj shumë për kohën edhe për qafimin për gjithë fëmijët pjesë orkestrit atje. Shumë faleminderit edhe juve dhe për qafimin keni mbrapa nga gjithë fëmijët. Faleminderit shumë, shumë suksese. Faleminderit, shumë